Qatë shikosh atje? A i kishte bërë anketimin, ne bëjmë anketime çdo muaj dhe ne e dim shumë mirë se çfarë mendon populli etj etj dhe ai thoshte ato që edhe ne pak a shumë ashtu e kemi. Gjysma, 50% e popullit shqiptar mendon që vendi po ecën në drejtimin e duhur. Këta aty në Kanet aty. Po mirë, si ka mundësi? Jepnin të tëra shpjegime dhe mundshme përveç një shpjegimi që more mos vallë këtu e kemi gabim ne dhe ca gjëra vërtet janë bërë. Jo mo, kjo tregon që populli shqiptar është i smur, tha njëri. Kuptoni jo be? Domethënë, populli është i smur, pse nuk mendon si këta? Një tuf. Edhe pastaj më hidhen mua pse thotë Edi Rama gjysma e burrave janë çyryk. Po çfarë të them? Unë e them si metaforë, kuptohet, nuk është një raport klinik. Se për mua kush shkon në Kënet është gjysmak. Do më të zgjedhësh midis BE-s dhe Kënetës. Kënetën do nuk je mirë. Politikisht je autik, nuk je mirë. Populli është i smur. Tjetri thoshte, atëherë kjo është atmeshme. Se si mundet që gjysë